Wallahu lil-mazlumi khayru mu'ayyidi. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin. Wallahu lil-mazlum Wallahu lil-mazlumi khayru mu'ayyid. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadi. Wallahu lil-mazlumi khayru mu'ayyidi. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadi. Wallahu lil-mazlumi khayru mu'ayyidi. أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي بلدي ونور الحق يسطع في يدي. يا هذه الدنيا أطلي واسمعي قولوا معي الله فوق المعتدي. الله أكبر فوق كيد المعتدي. والله للمظلوم خير مؤيدي. الله أكبر فوق كيد المعتدي. والله للمظلوم خير مؤيدي. جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي. بالحق سوف أرده وبمدفعي. فإذا فنيت فسوف إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد كما صليت وباركت وأنعمت على عبدك ورسولك إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. Falendrojmë Allahun te bareke ve taala. Dhe vim salavat pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët shkojnë në rrugës e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër, edhe me te Allahu i madhruar na flet për munafikat dhe ne përshkruan disa prej veseve të tyre, disa prej sifateve të tyre. Shumë të poshtra. Dhe zatën milet më të poshtër e njerëz më të poshtër nuk ekzistojnë në rrugën toksor. E për hatër që janë tash të poshtër, të kthyrëm se çka ka përgatitur Zoti atyre çfarë dënimi. Që na vjen neve tash pak më vonë me emrin Allahut Azza wa Jall. Allahu na ruaj prej munafikave dhe prej kësaj vepre të shëmtuar dhe prej veseve të tyre ya Rabbel Alamin. Fat Allahumma sa'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. Munafikat mundohen me mashtru Allahun. Mundohen të bëjnë dallavere Zotit. Në realitet, ata mashtrojnë vetën e vetë. Allahu ka thonë, e mashtrojnë Allahun, edhe pse Allahun nuk mashtrohet te bareke ve taala, por
është shpreh Zoti kështu pasi që munafikat e bojnë qatë vepër dhe qato sjellje që i bën njeriu kur do të mashtru dikan. Kur do të mashtru dikan, paraqitës se bërri mirë, është i sinqertë, është ku diun, anë brendësinë e vet sheh diçka tjetër krejt. Edhe munafikat që ashtu, po bojnë kundër Zotit. Dhe Allah po shpreh sikur se po dojnë me tradhtu, me mashtru Allahun. Pa Allah po thot, wa huwa khadium, por Allah është ai që i mashtron ata. Ka për ulemave se Hasan Basriu, Zoti pas mëshirojë, cili ka thënë se këto është për qëllim, munafikat e mashtrojnë pejgamberin alayhi salatu wassalam, sepse ai që e mashtron pejgamberin në realitet e ka mashtruar, o mundu me mashtru Allahun te bareke ve teala. Sikur se ai që respekton pejgamberin e ka respektuar Allahun. Dhe ai që mashtron pejgamberin e mashtron Allahun apo mundohet ta mashtrojë Allahun. Për atë arsye ka thënë Allah azza wa jall, innal ladhina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah. Ata të cilët tapin dorën ty dhe ta bëjnë për hajër dhe të pranojnë si musliman, ata faktikisht kanë lidhë marrëveshje me Zotin, pra kanë pranuar ty e kanë pranuar Allahun azza wa jall. Kanë pranuar Zotin. Pra të bëjnë ty mashtrim, sikur se mi bëj Zotit mundohet, numërohet mashtrim as Zoti se i bëjnë mashtrim. Mundohen dhe përpiqen se s'kan mend, nuk kanë logjik. E pas logjik nuk ishin qenë këtë gjendje. Wa huwa khadi'uhum, por Allah është ai i cili mashtron ata. Allah është ai i cili mashtron. I mashtron në dynja dhe i mashtron në ahiret. I mashtron në dynja sepse Zoti i lën me jetu ata që ashtu me atë ndjenjat e veta. Se na për mashtrojna muslimante, na pohojna me dy luge, her për shkrim për thëmë qafira vjena me juve, dhe ata për napi për mirave tyre, her për shkrim të muslimante, dhe ata për mashtrojnë për bëjmë bëdall, dhe ata për napine. Pra, i lën Zoti me mashtru ata vetë vete. Pra ta të Allahu, wa huwa khadim, Allah i mashtron ata. Në dynja dhe në ahiret. Pra në dynja të ta jetojnë shkretit, thua se i kanë punë të mirë. A nuk e din që Allahu veç për i vanon Allahu të bareke. Ndërsa në ahiret të qafira, i mashtron Allah azza wa jall, sepse këta thojnë o Zot, po edhe na kena bo punë të mira, që shkanë bo muslimant, edhe na kemi qenë prej tyre. I mashtron Allah edhe në ahiret. Vend që me qua në gjenet, i qanë gjehnem. Vend që me dërgu në gjenet, i dërganë në gjehnem. Dhe këta, që shmundohen më ashtru Zotin në këtë dynja, mundohen më ashtru Allahun në ahiret. Për atë arsye Allah ka thënë në Kur'an, yawma yab'athuhum Allahu jami'an fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Kur të ringjallë Zoti krejt, munafikat e fjala në këtë rast, po edhe njerëzit krejt, munafikat bojnë be. Pasha Zotin na, imi kanë burrat mirë për muslimanin imi kanë. Në thënë Zotit. Qysh kanë thonë këtë dynja që kanë bëbe pasha Zotë kanë Muhammedit, alayhi salatu dhe shokëve ti pejgamberit, se na jena burrat mirë, na kena jetën e mirë. Pra pejgamberit po i zëtohen në këtë dynja. Edhe Zoti i zëtohen në ahiret se kishin burrat mirë. Tu mendu se do të kalojnë ata në ahiret. Dhe Allah azza wa jalla mashtron në ahiret sepse i lënë në lloç. Po fjala lloç nuk ka në ahiret, po është fjala nuk i lënë me shku me muslimanët. I lënë mrapa, i vanon, muslimanët hecin, shkojnë. Këta mbesin edhe futen gjehnem. Për atë arsye munafikat, kur nuk kanë mundësi me hecë në ahiret bashkë me muslimanët, se kanë qenë përzi dhe atje me musliman, që shenë përzi në këtë dynja. Thojnë, yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqatu lilladhina amanu dhuruna naqtabis min nurikum. Atë ditë kur do thojnë munafikat dhe munafiket, burra dhe gratë, femra dhe mashkujt, o thojnë muslimanëve, nalno, pritna, të marrëm diçka për nurit ju, dritës ju. Sepse dita e ahiretit është tërë, është edhërbet, tërë, është tërë. Dhe njeriu hecë simbas nurit dhe dritës që ka. Sot ka nurit dhe dritë, njeriu hecë. E muslimanë Zotu jep nurit dhe dritë. Për atë arsye ka në ditë pejgamberit alayhi salatu wassalam se pjesë të trupit të cilat binin sejdë që marr abdes njeriu me to që i lag, ato qesin nur dhe dritë.
që si nur dhe dritë, puna vdes të punë e madhe, ka meselet madhe, ka peshë madhe të Allahu te bareke ve taala. Dhe muslimanët e kanë nurin e vet, po nuri muslimanëve drita ty në pastaj simbas imanit që e kanë, simbas imanit. Munafikat nuk kanë dritë. Herodhezët dojnë me hecë pushymet. Që kemi cekë fillim surës Al-Baqara që kemi fol për sifatet e tyre. Ta më nalen u vjen drita, ta më dojnë me hecë u hub drita, që më s'pëdit ka me shku. Po i mashtron Zotin ahiret, që shërë më hëndu këta mashtruhe pejgamberin dhe muslimanët në këtë dynja. Pra qafirat që thojnë muslimanëve, munafikat këtë rast, prit na neve, prit na të marrëm edhe për nuri që dhe për dritës që dhe të shohëm rrugën ka me shkue, se marrum na metëm. Por jo. S'ka kërkush nuk thehet prej tyre. Pra, wa huwa khadium, Allah i mashtron ata. Wa idha qamu ila salati, qamu kusala. Prej sifateve veseve tyre, kur qohen namaz, pra prej veseve tyre mundohen mashtru Allahu, Allah i mashtron ata, por edhe kur qohen në namaz, qohen dëmbela. Qohen dëmbela, haran, me përtaci, ka prac, është dëmbel, është i rand, përtac, për tënë, më qohen, me falë namazin. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Dhe edhe nëse qohen me falë namaz, qohen me pritest madhe. Yura'un an-nas wa la yadhkurun Allah illa qalila. Dhe qohen për hatër të njerëzve, me i pa njerëzit se pa falen, për ndryshë nuk ishin quheq. Po qohen me i pa njerëzit se pa falen. Po edhe kur qohen më falë, hatërin njerëzve, nuk e përkujtojnë Allahun vetëm pak. Veç pak. Sa s'bohet ka pak me të një tjerë, kështë që i e namaz, për ndryshë se përkujtojnë Zotin fare, të bareke ve taala. Sifatet të munafikave. Kjo shprehja e parë, dhe kur qohen në namaz, më falë namaz, apo kur të futën namaz, futën me përtaci, janë dëmbelat më dhej, këto do të më tutë musliman të shumë. Ulemaja kanë thonë prej kësajna, do të me marrë një musliman se namaz nuk bërë më që me dëmbeli, po do të më që me vullnet plot, me nëzim me prit hastret, e me hyje namaz, sepse për i drejtohesh Zotit tanë të bareke ve taala. Që shbohet muslimani me hyje namaz në përtaci, me demelok. Që shbohet e demel me hyje namaz, me nëzë që hin, dhe me nëzë thëtejt kësha me kry sa ma shpejt, dhe elhamdulillah që kryve, me nëzë. Dembel është namaz. Pra dembelia namaz ko ka sifati munafikave vllazni. I tut Allahut. Dembelia Allah po thot është sifat i munafika për namaz. Musliman nuk zëmë që dembel namaz. Do të më që namaz i kthjell, aktiv, me plot vullnet, me hy namaz. Pra kur të fute namaz këta, fute namaz me plot dembeli, tran. Edhe ato hatri i muslimanëve, yura'un an-nas, hatri muslimanëve, për ndryshe nuk ishin fut namaz hiq. Për atë arsye pejgamberi alayhi salatu wassalam i kanë zit muslimat me shku me vullnet në xhami, e me fal namazin, në veçanti namazin e sabat dhe t'jatësi që është ma i randi. Për ata ka thonë për munafikat, namazi më i randë për munafikat është namazi sabahot dhe jatësisë. I sabat dhe jatësisë është i randë, pastaj o terë, o shtërë nëse të kemi drita, shofim gjematin. Por kur kanë zbrita ajete, nuk ka pas drita në xhami. Dhe në falë muslimant në për terë. Ta shtyni ka kry kjo punë. Munafikave sepse kush e din, kush kesh as kesh one. Për marrën vesh ata, mos shko heq. Edhe në sabah, me flajtë ma mirë me se prit gjumin, pra edhe një asit gjithashtu si kisha më lua dhe me prit derivën, dhe nga ana tjetër, o shtërë, nuk dallohet munafiki pe muslimanit. Nuk dallohet kush ke kush ka namaz. Dihet që kanë do figura njerëz falen, sabah tër njësi nuk i dim kush ke. E kanë shfryzu këto. Për të arsye namaz sabah do të jatësis nuk kanë shku. Edhe nëse kanë shku shumë rrallë për hatër të njerëzve. Për ta pejgamberi pa thot, namazi më i rand për munafikat është namazi sabahut dhe jatësisë. I rand. Për të më çu herët dhe për të më najt vën. Dhe shfryzojnë këtë tër dhe nuk shkojnë. Dhe për thot, për vazhdojnë hadithi me pas dit ata, me ka me dit,
se çfarë hajri ka namazin e jacisë dhe namazin e sabahut, do të ishin shkuar qoftë edhe zhagas që shkon fëmia zhag. Zhagas me pas di çfarë fadileti ka, çfarë sevapet madh ka, po çka më bëj që nuk e din çkretit. Nëherë nuk e din, e kur të marrë vesh bëhet vën, të marrë vesh. Për atë arsye edhe ky tjetri tash, edhe ky hadith është argument i fortë se o ju njerëz me sabah dhe me atësi hegare mos bëni. Me namaz të Allahut mos bëni hegare, se mos peshënoheni munafika. Të Zotë, jo musliman, të një Allahut, në xhami me dalë me falë sabahun dhe me falë atësin, nëse ki nga xhamin. Nëse ki nga xhamin, mërë shku më falë në xhamat, nuk zë më falë të shtëpia. Nuk zën vetëm në arsye në ishi i madh, e në i borë e madhe, e në mraz i madh, e akull të që përshete përzohesh, që puna e plesve dimit nga njëherë, apo ka frikë, apo smundja. Këtu e në arsye që mundet njeriu me të leru më falë të shtëpia. Për ndryshe të dalë në xhami me shkop, tak, kada ka dalë. Me dalë në xhami me falë namazin e sabahut. Këtë pejgamberit njerëz me dy sy çarr, të verbet, në dalë ka falë namazin me xhami, namazin me xhamat në xhami. Edhe të gjithë. Dhe si ka të liru pejgamberi me najtë të shtëpia, anë pse kanë qenë qorra, të verbet. I verbet sy s'ka, por do të me falë namazin me xhamat. Vën, namazi më i rëndë për munafikat është namazi sabah dhe yacis. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam po thot, me kanë me ditë ata, ja, po thot me kanë me gjet në xhami një pjesë të mishit dhelmes me pak mesh një ashtë me mesh dhe të shin ardh para neve. Xhami. Pra në këtë fjalorin tonë, me kanë mja dhonë ka pak para atyne, tanë shin ardh xhami. A shef pejgamberi atëherë po thot, mja kanë dhonë, me kanë gjet munafikat me ditë se e gjenë në xhami, ka i cop mesh mja dhonë me veti kur shkojnë, tanë shin ardh. Ta ka qenë fukara Allah, se për mesh nuk vinë xhami. Pse me dhonë para vinë xhami. Të bjutut Zotit se nuk e din njeri nga njerë mëse munafik. Nuk e din. Ka mundësi tanë jetën jetër musliman dhe në fund ka vdek munafika, nuk e din. Pejgamberi ka thonë lidhe me këte se hatri njerëzve, i këqyri njerëzit, por nuk i këqyrin Allahun. Ka thonë, aji që i këqyri njerëzit, edhe Zot i këqyri ato qashto. Edhe Zot i këqyri. Edhe në ditën e kiametit, çka bën Zoti me te? Ti ke punu hatër njerëz me të pa njerëz si e bërë mirë, ka më sjell Zoti me ty qashto. Na heret, Allah Azza wa Jalla merr çat person hadithë kë. E merr çat person dhe sillet me te sikurse po do me çu në xhenet. Para ton njerëzve të tjerë, njerëzit thonë çka fitesh në xhenet. Ata nuk e dinë se ky trap e kthehet dhe fil xhenem Allahu na ruajt. Se në sytë njerëzve për xhenet, se në sytë njerëzve ka qenë i mirë këtë dunja, o falë për hatër të njerëzve, dhe njerëz kanë menu se i mirë. Në realitet ka qenë katran, zift, shumë i keq. Pra edhe ati Allah ja bënd një të nja, kënë se është burri mirë, e qënë për xhenet, mirë për në fund, Allahun nuk e qënë xhenet, as nuk e shef xhenetin me sy, por e qënë në xhenem. Pra, nëse qohë namaz, dhe nëse shkojnë me fa namazin, qohën demel shumë. Dhe kjo është ves kanë herë prezent edhe të muslimanët Allah në rrutje për i munafikave, muslimanët me qohë namaz me plet vullnet. Dhe kur të falen namaz, falen për hatër të njerëzve, dhe kur të hy nuk e kujtojnë Allahun, apo nuk e përkujtojnë Allahun, nuk e përmendin Allahun, vetëm pak dhe me zere përmendin. Zdo me përkujtu Allahun. Sepse ai nuk dënë sevap, dhe nuk i tutet gjunahin. Që qafir, për të arsye se përkujton Allahun. Se përkujton, sa ai si përkujton Allahun, don sevap nga një ran dhe nga ana që të dënë mbrojt për gjunaheve. Ky as nuk e ka dert të mbrojt për gjunaheve, për dënimit të Allahut, ditën e Kiametit, sepse si beson dënimit hiç nuk i tutet, po të njëjtën anë nuk ka nevojë për sevap, se s'don sevap ai. Për atë arsye se përkujton Allahun te bareke ve taala. Mudhabdhabin bayna dhalika la ilaha ulai wa la ilaha ula. Ata janë të lohat shumë. As nuk janë prej muslimanëve, as nuk janë prej qafirave. Herë shkojnë të muslimanë të najina për juve, herë shkojnë të qafirë të najin për juve. As qafirat nuk kanë besim në tatë plot, dhe as muslimanë nuk kanë besim në tatë plot. Besim. Kërka heq. Ajo është gjendje shumë e randë. Mos mujt njeri më vendos kërka, është gjendje shumë e randë, psiqike dhe shpirtëror për këtë dynja. Dhe kjo është një lloj dënimi që dënon Zoti në këtë dynja. Kërkush nuk i beson fort. Sepse njeriu të munafik
Dhe njëri dyftërsh nuk mund t'i besosh. Sa i sot është me ty, nesër është me armikin tënd. Shkon me armik dhe t'jem me ty, dhe pastaj vend të musliman dhe t'jem me ty. Dhe sun gjen vend kërkon dhe kërkon s'ni beson. Për atë arsye edhe tek ne, ata të cilët kanë qenë shpiuna dhe armiq, ata munafika, ai se beson ditën e gjykimit, ai se tutet Zotit, ai cili shkon dhe që vllaznin e vet në burg dhe bashkëpunon me armik, dhe thotë aty në një me juve, dhe vjen me neva rëna peroda, e na për të bime, dhe t'jem me juve, çish ka munafikin ndryshe? E munafik i paçt. Dhe ai si tutet Zotit, është i lohat shumë, sepse bilat ai s'fal namaz hiç, po këtu po tani se fal. Pastaj këtu kanë fal namaz, se i ka kërcit shpata nga ka qit kryt në tokë. Për atë arsye s'ka pas çare pa hi namaz, që hap tazi më numëru si musliman. Se mos më ka numëru musliman hap tazi, kish marruaj. Ose që duhet me ik natën dikon me shku, mos më kthim më kur, ose muslimanët e kishin myt. Për ato hy namaz, më mendu si musliman. Më harën, me marrën informata për vllaznive dhe më bësje për vllaznive musliman për bijve tu, për vëllezërve tu, në din dhe në gjak. Dhe me shkuat jem bashkëpunu me armikun, thonë unë jam prap me juve, ç'ky munafik? Dhe nga ana tjetër ç'është ky ajet këtu? Kësë është kërka. As nuk i besojnë vllaznia vet musliman, por as nuk i beson armiku. Pra s'kërkon se në gjon vetveten e vet. Se punën e ka cilë mes me gjetë vetveten e vet kërkon. Në këtë dynja e në ahiret sa shikçirum se çka do të gjejnë ata, çfarë dënimi kanë te Allahu te bareke ve teala. Vepër rand, shumë e poshtër është, dhe nuk ka vepër më poshtër në rrezull të kësor. Për pot mas shirkut, bile kjo më ran se kufri. Më ran se kufri, sepse këta janë kafira. Mudhabbin bain dhalika la ilaha illa wa la ilaha illa asu kanë ata, dhe asu kanë ata. Pra asu kanë musliman, asu kanë të çfarë. Wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila atachhum ballahu nuk e me mujt me gjithë rrugë me udhëzuate. Sozohet ai, sepse ai nuk dën me udhëzu. Pasi që nuk dën me udhëzu e ka humb Allahu atë. Sa ai nuk dën me udhëzu. Dhe kur e humb Allahu atë, pra ai ka humb, kërkas është ai, as ka drejtim, në tonë as këtan, atëherë ka kush që udhëzon atë. A ka kush që në rrugë drejt, s'ka kush. Ai ka me mbet çashtu. Çashtu ka me vazhduar. Derisa dën Allahu ose nëse ndon ndonjë mrekulli, ndonjë pendim, ndonjë tobë, ndonjë istikfar. Pas e thëtë Allah Azza wa Jall, duke na tërheq vërejtjen për veprave të munafikave, ja eyyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin. O ju musliman, mos e merrni qafirat për miq, shok, jarana, m'ia tregu sekretet e juve, me bo me ta kontrata dhe marrëveshje kundër vëllezërve tu musliman. Nëse bëktohen, sepse ajo është vepër munafika, për atë arsye ka cek masajitet munafikave. Ato munafikat e bojnë. Pra thon pak marrët munafikat shkojnë, slojnë sen, çka kuptojnë për muslimanëve, mjaft tregu çfarëve atje. Çdo sen e tregojnë çfarëve. Dhe çfarë pastaj e kthyren dhe studiojnë gjendjen e muslimanëve nëpërmjet bashkëpunëtorëve që kanë për muslimanëve, që quhen atë munafik. Edhe e din çdo sen, çdo sekret muslimanëve, tu i falëndëru munafikave që i kanë. Pra, nëse bëni vepër të tilla ju musliman, si ka hije juve. Sepse Allahu po thot: "E turidun an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina?" Mos po doni ju, o ju musliman. Mos po doni me këto vepra të shëmtuara, me i prua argumente dhe dëshmi Allah që më ju dënu nesër ditën e kiametit. Zoti nuk po do me dënu. Po ti me këto veprat çfarëve të munafikave, veprat këqija, i bjen argument të Zotit me dënu Zotin nesër. Sepse Allah nuk dënon çta ka inati. Por veprat e tua ndikojnë, bëhen argumente për me dënu të nesër ditë kiametit. Pra ju musliman, mos bëni vepra me të cilat meritoni nesër me ndëshku Allahu Azza wa Jall. Mos bëni se vepra të shumtuna. Mos bëni se si ka hije, mos bë harame, sepse ato shënohen, ato ruhen, dhe tanat ato janë shkak i fortë për me dënu ty Zoti. E çka bën Zoti me ty, pastaj nuk e di. Pastaj thot Allah Azza wa Jall: "Innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar." Dhe këtu vjen dënimi i tyre i rand. Ajo doza e fundit. Me të vërtet, pa thot Allahu, dhe nuk ka dyshim se munafikat
hipokritat dhe dyftyrshat dhe shpionat, ata të cilët e tradhtojnë dhe janë dyftyrsha dhe shesin dinë dhe shesin vllaun dhe motrën dhe shesin vendin e vet, ata po thot Allahu janë në shkallën më të ulët të xhenemit. Allahu na ruaj ya Rabbi. La ilaha illallah. Në shkallën më të ulët. Xhenemi është shkallë. Po shkallë për të poshtë, jo për pjetë. Për pjetë e xhenetit shkallë nalt. Xheneti nalt, shkallë shkon deri nalt deri te Firdausi, xheneti më i nalt. Deri atje shkon shkallë. Dhe dallimi i madh pe shkallës shkallë në xhenet. Dallimi i madh sa toka dhe qielli, shkalla me shkallë në xhenet. Dallimi i madh. Në xhenem është e kundërta. Xhenemi shkon poshtë, shkallë për të poshtë. Për të poshtë. Sa ma poshtë, dënimi ma i randë. Sa ma poshtë, dënimi ma i randë. Hala ma poshtë, dënimi ma i randë. Dhe në fund, është dënimi më i randë që e ka pregadit Allahu i madhrum. Dhe ajo është për munafikat, dhe është për familjen e Firaunit të mallkuar. Wa yawm al-qiyamati adkhilu ala Firauna shadda al-adhab, thot Allahu. Dhe në ditën e kiametit fut në Firaun dhe familjen e tij në dënimin më të rëndë. Në klapa fund xhenemit. Ata janë fund xhenemit, Firauni me ushtrinë e tij dhe me familjen e tij dhe miqtë e tij dhe munafikat, edhe ka disa prej ulemave të selefëve tonë që kanë thënë janë edhe ata që kanë bërë zinaçar, Allahu na ruaj. Ata që kanë qenë prostitut në këtë dynja, edhe ata janë bashkë me këtu dy lloje tjera dhe u bënën 3 lloje që janë fund xhenemit. Allahu na ruaj. Në fund të xhenemit, dënimi më i rëndë. Kanë thonë ata janë për dhomat ngushta. Disa kanë thonë janë për tabuta. Ka shprehja tabut, si tabut? Mbyllen me hekra krejt. Dhe u vjen dënimin të nantë, zjarë për snaltit, zjarë për poshtit. Dhe nuk mujnë as me gjetë, as me ditë ku ka derë, se le me dalë më. Sikur se njeri kër i mbyllë, ndo një sanek që së në dim ka derë, heq kërkonë, se që është për të mbyllë mirë, sa që nuk më në vrejnë ku ka. Dënim tranë ka pregadit Zoti për ta. Mirë të atë mirë për shpirt vetë. Mirë të atë mirë për shpirt vetë që e fejnë Zotit. Që e fejnë Zotit dhe për dënimin s'kanë me dalë kur, heq asë njëherë. Për zjarë me xhenemit. I randë lazën xhenemit. I randë. S'ka xhenem të letë. Por për ta është shumë herë më e randë se sa për ata tjerë që janë qafira më të thjeshtë. Për atë arsye nuk paguhet me shit dinin dhe me tratu muslimant. Nuk paguhet me bo shpion dhe me shit vllazni dhe me Rasenburg. Nuk paguhet me qenë dyftërsh dhe hipokrit. Nuk paguhet. Dhe atyre dhe fund dy vjen i keq me këtë dynja. Dhe janë të mirë. Po edhe më keq peve kanë ahret kur dalën para Zotit. Për atë arsye ndryshe këtë dynja nuk paguhet dhe nuk ka llogari, veç me qenë burrë mirë dhe njeri i mirë dhe musliman i mirë. Tjetër llogari nuk kemni. Nëse na nuk jena burrat mirë, që besojmë Zotin hak dhe falim 5 kohë namaz, dhe besojmë ditën e kiametit, xhenetin, xhehenemin, mundohëm me lexu Kur'an dhe me kuptu ka pa Kur'an dhe ndëgjojmë Kur'an, kush do të më kanë burrë mirë në këtë dynja nëse na nuk jena burrat mirë? Nëse nuk jem njerëz të mirë dhe musliman të mirë, kush më kanë këtë dynja? Pe ku i papret? Pe atyre që kanë dëgju fjalë Zotit kur? Pe atyre që kanë rënë shahadet kur? Që në jetën e vet s'kan dëgju për ahiret, e për xhenet, e çfarë të mira kanë xhenet, çfarë dënimi, çfarë dhimbje kanë xhenem, pe ti mos pret. Pra muslimanët me qenë burrat mirë dhe me punue sa më larg me ik pe xhenemit, Allahu na ruaj. Sepse dënimi është i rëndë. Walan tajid lahum nasira, pra ata janë fund xhenemit dhe nuk ka kush që mund të nxjerrë ata prej atyhit ku janë. Nuk ka kush që i ndihmon atyre me dalë prej atyhit. Që i ndihmon atyre me avletësua dënim. Nuk ka kush. Nuk ke me gjithë
për në tarme për Allah, për tarme, një për tashme, nuk ke me gjithë kur, walen të gjithet, për jetë, nuk ke me gjithë diken kush do qofte, ndash me laqe, ndash pejgamer, ndash kush dush, që ka mundësi me ndihmu atyre nesër e me nxirr, jo veç me nxirr për dënimit të Allahut, por me u lehtësu dënimin e Zotit, nuk ka. Të ta shefate nuk pranohet. Nuk pranohet shefata si pejgamberit, as i shahidave, as i njerëzve të mirë, as i ulemave, shefate për ta nuk pranohet. S'ka për ta shefat. Se kanë qenë shumë poshtër këtë dynja dhe Zoti është hidhru shumë ndaj tyre. Allahu na ruaj për veprave të tyre ya Rabbil Alamin. Përpos, gjithmonë Zoti i lën dyrë qel. Elhamdulillah pe Allah të azhdoq. Dhe kjo shpresë e mirë o ti vëlla musliman. Nëse ke gabu dhe të ka mashtru pozita dhe autoritetet, të ka mashtru armikut, të ka mashtru dhe i bu dyftërsh, dhe i bu munafik, pëndohë të Zoti para se me torë vdekja. Ande derën qeli ki, përpos atyre, illa alladhina tabu, waslahu, wa atasamu, billahi wa akhlasu dinahum lillah, fa ulaika ma'al mu'minin. Përpos, atyre të cilët janë pëndu, a ka sa më të mirë se pendimi, la ilaha illallah. S'ka sa më të mirë se pendimi. Përpos atyre që janë pëndu, për atë arsye një ditë me qenë burrat mirë, dhe ata që pëndohen me i pranu. Me thonë, Zotu a falt. Por mëse përsëriti mu atë, mëse me bo me vdek që anë gjendje, këtë që është puna. Mundëse njeriut, nëzite, japi vëllët më pënduhe, për kujtoja rahmetin e malë të Allahut azza wa jall. Për pas atyre që janë pëndu për të Allahut, u aslahu, dhe i vëshëm pëndu, por edhe tash me punu mirë, që me vërtetuna se ti një me je pëndu dhe e bo njeri mirë je pejneve. Me kontribu tash për shoqëri, me punu mirë, tash me fa namazin me regull, tash me kontribu për shoqëri, me ka një parin hajrë, që ka një parin shërë, me punu. Wa atasamu billah, dhe më ka për litarit Zotit fort, më bo takva, më pëndu të Allahu, me punu për shoqëri, me punu për vetë, për din islam, me ta paharit musliman, po edhe më ka për litarit Zotit fort, më bo takva, krejt kundër asaj që ke qeni keq, më bo të shemir. Wa akhlasu dinahum lillah, dhe me pas krejt punë të veta për Allahun azza wa jall, me pas dinën dhe punë të veta për Allahun. Fa ulaika ma'al mu'minin, të atilët janë me musliman bashkë. Ata po, tash i ngriti Zoti bashkë me muslimat. Rahmeti Allahut, mëshira Allahut, me afal gjunahet. Me afal njëherë, manal, nëse vdesin qatë vepër qatë gjendje, dënimin më të rëndë ditën e kiametit, tashma si pëndohen, janë me musliman. Pra, ku janë musliman? Janë ata. Dhe musliman që janë gjenet, por në gjenet janë shkallë. Gjenet janë shkallë, varet ku ke mujt me mëri pastaj. Varet ku ke mujt me mëri, po se do të qof një aftën për te që e dalë prej gjehnemit, dhe ke mëritu me hynë gjenet, e pastaj cilën gjenet hish, nuk ka më ratë keq, nuk ka më ratë keq, me emrin Allahu të bareke o ta'ala. Fësohë ju t'illahu l-mu'minin e gjërën adhima, edhe Allahu do t'ju jep në ahiret, do t'ju jep edhe në dynja, po në ahiret gjithsesi se vap shumë. Edhe ka se vap më të madhë dhe shpërblim më të madhë, se sa më në shpëtu për gjehnemit dhe më në futën gjenet. Pas e thëtë Allahu azza wa jall, ma yaf'alu Allahu bi adhabikum in shakartum wa amantum, la ilaha illallah. Hala për me nëzit ma shumë njerëzit më pëndu dhe më këthytë Allah, në veçantë këta munafika për të tjerë. Pse më dënu Zoti juve? Pse dën? Pse? Apo dënë Allahu për më qëfryje, kur thëtë dikush, qëta shë qëfryva? Në zanë e mytë, në rejë krejtë e mytë, të thëtë vele, o qëfryva shtash. Të Zoti nuk ishtë të nëjë. Ama s'po dënë ma hakmerë, se ma ke mytë nanën e babën më ke hinë hak. Jo, të Allah nuk e kështan. Ama s'po dënë me dënue për me largu sherët i dhe të ligës tina, që është të pushteti nga në që ndodhë. Jo, aske nuk është. Pra Zotë nuk kanë zërë me dënu të jo vla. Nëse falendrën e Allahun dhe një besimtar, Zotë nuk dëna. Sepse Allahun nuk të hakmerët. Allah azza wa jall nuk ka nevoj për me qëfryje, me qëfryje vetë vetën e për me të dënu. Allahun nuk ka nevoj me të dënu për me largue një të kjeqë që mënja bënd të ati, se Allah është ganiun alil alemin, është më i pasër, panvarër,
Pra, si të bëni Allahu dobi, si të dëm, me fjalë tjera, si të shpërblej, si të dënoj, të Allahu nuk pakohet as nuk shtohet pasunia e tina. Pra, veprat e juve jo njerëz, bëjmë ju dënu Zotin. Për ndrysh Allahu Azza wa Jalla nuk i kishte dënu. Pra, besoni dhe falenderoni Zotin, sepse Allahu wa kana Allahu shakiran alima, se Allahu është falëndërues dhe është i ditur, i din veprat e juve dhe njetet e juve, dhe ju falenderon Zotin për punë që keni bërë të mira. Pra po në punë të mira, mos e tot në këtë dënën Zoti. Por unë zot punoni punë të këqija, dini se kemë dënu Zoti. Jo që Allah Azza wa Jall do më hakmir juve, jo që keni mundin për Zotit ju keqë, jo që do më largon ndonjë dëm për vetë se Allah është i pastër, i pavarur. Por veprat e juve e sjellin dënimin dhe Allahu ekzekuton dënimin kundër jush. Po të kundërten imani ju dhe falënderimi ju ndaj Allahut dhe veprat e mira, e sjellin mëshirën e Allahut, rahmetin dhe largojnë dënimin. Allahu te bareke ve taala. Pra ka jetë është interesant se Allahu Azza wa Jall do të tregu se nuk për çka dënë Zoti juve njerëz. Për çka? Është e vërtetë se ti kush po mirë Zoti sa zërna dënu, shumë e vërtetë. Veç vepra jote e bën me dënu Zoti dhe vepra jote e mirë e bën me shpërbly Allahu te bareke ve taala. Allah na bëj për atyre të cilët punojnë për din Islam dhe kanë për Allahun. Allah na pranon dua dhe lutet dhe na ruaj prej munafikave dhe gjesteve dhe për atyre. Zoti shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.